Doja me non grada në shpinë, kjo është pyetja. Shiko këtu, non grada nuk ka lidhje fare me votuesin shqiptar. Zero. Nuk ka mëret. Se ti mendon që ai që do shkoj të votoj Partinë Demokratike do mundoj prit një si të jap Sali Berisha, kjo është non grada? Doktor Ali Mehmeti tha që unë ka mbështetje ndërkombëtare këtë herë kemi sikur se kemi pasur kurrë. Ku e kemi parë këtë? Shiko, mbështetja ndërkombëtare në Shqipëri, duke prit ta them. Kjo është e vërtetë që thot ai. Prit pra një sekond ta them. Është shumë e vërtetë. Të lutem. E di pse thot ai këtë? Sepse për herë të parë unë po shikoj që ndërkombëtarët nuk po ndërhyn fare. Fare, po e lën njerëzit merren vesh me këtë. Ti ke 10 vjet më ret, deri në 2022, deri në 2023, ambasadorën amerikane që të dilte të bënte fushat për Edi Ramën. Të dilte të thoshte mos votoni non gradat. Ti në 25 prill Më ka mbyll në njëma, të 25 prill bëre zgjedhje, 25 prill 2021, në 26 prill, akoma s'kishin filluar numëroshin votat. Ambasadori Yuri Kim të doli dhe të tha, zgjedhjet ishin qeta dhe të rregullta, certifikoi zgjedhjet më burr. Pra ti ke pasur gjatë gjithë kësaj periudhe kohore, që nga 2013-14 ai këtej, ke pasur një ndërkombëtar të gjithë në kurrizë të opozitës. Të gjithë. Ai ka pasur në kurrizë opozita. Pse sot mos i japini dorë opozitës ku sot po bëjnë një gjë tjetër. Autorët kryesorë sot po bëjnë një gjë tjetër. Sot po bëjnë një gjë tjetër. Po ta mbyll. Sot po bëjnë një gjë tjetër. Po bëjnë që kanë kuptuar që paraardhësit e tyre, se nuk janë këta që janë sot në Tiranë, nuk kanë qenë sot edhe 10 vjet. Këta tani kanë ardhur pjesa më e madhe e tyre. Paraardhësit e tyre kanë bërë idiotizma diplomatike. Gomarllëqe diplomatike. Madje edhe në penale po duash, por në këtë ligji shqiptar si kap ligji tyre. Më kupton? Dhe gjën më të thjeshtë që kanë gjetur diplomatikisht kanë thënë, më mirë qepim gojen. Nuk flasim dhe i lëm atë. Sot të kanë nxjerr spakun që të çefikoj zgjedhjet. Nuk të kanë nxjerr më Amerikën apo Brukselin. Në 12 maj do dalin spaku, do të thotë po zgjedhjet ishin në rregull, jo nuk ishin në rregull. Shiko, Almer, si e shef? Unë mendoj që Partia Demokratike e ka mbështetje ndërkombëtare. Fakti që një njeri Donald Trump, si Krisla Civita, pavarësisht përfaqëson apo Donald Trump, zgjedh të punojë me Partinë Demokratike, është një sinjal që ky njeri ka marrë një shkelje syri nga administrata Trump apo nga sondazhizin e Trumpit që është te një emision tjetër tani më burtë. Shiko ç'a ndodh. Duhet të dish një gjë. Krisla Civita ka marrë dhe ofertë nga Edi Rama dhe e ka refuzuar ofertën. Këtë se kisha dëgjuar. Po pra ka marrë ofertën. Ka marrë ofertën dhjetor Krisla Civita dhe e ka refuzuar. Edhe pse ka qenë dhe më e majme ekonomikisht, e ka refuzuar. Dhe zgjodhi Partinë Demokratike. Pse? Ata besojnë në ide, ata besojnë në qëndrime, ata nuk besojnë në kush e jep çantën, kush e mbush çantën më shumë. Ata që mbushin çantën më shumë kur ishin në Shqipëri ishin dikur njerëz të George Sorosit dhe dihet se kush ishin, e kupton, dhe çfarë qëndrimi politik ishin në Shtetet Bashkuara të Amerikës, që nuk janë më sot qeverisje. Unë besoj që ky është një faktor mbështetës. Faktori i dytë mbështetës cili është hapja e derës që ka bërë Europa dhe Partia Popullore Partisë Demokratike. Çfarë do t'i bëjnë ato më shumë? Mjafton ta presin ta dëgjojnë. Europa është kështu me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ka një gjë, mbështetje ndërkombëtare nuk quhet Turqia. Po më kupton, mbështetje ndërkombëtare quhet faktori Europë dhe faktori SBA. Këto dy linja politike janë sot deri dje që ishin nuk flisnin dhe nuk bëj fjalë për një mbështetje ndaj Partisë Demokratike. Sot janë qartazi pro Bashkuara të Amerikës. Po ku e ke u? Te Europës e ke, me PPE, me këto. Po mirë, rezoluta që doli para 2 muaj, 3 muaj kur ishin për Partia Republikane. Politike është, unë them qendrim të administratës Trump apo burtë. Është tjetër gjë. Ka një gjë. Tani ta thamë pak ore. Tani rezoluta ti thua se ku Shqipëria është kërthise botës apo administracioniste kanë detyrim. Po cili detyrim se s'ka asnjë atyre Partia Demokratike është sot në opozitë. Ore, më dëgjoj moment. Në rregull, ato vjen çajin tani ata për Trump. Jo, është e vërtetë. Po lejo tani që keni unë ta shpjegova pak më parë që Trump nuk mund të mbajë një qendrim të drejtë për drejtë kundër qeverisë aktuale, sepse ta thash Partia Demokratike është e vonuar, por dhe Edi Rama është çik më i zgjuar. E kupton? Por kundër nuk i ka. Duhet të kuptojmë këtë gjë. I ka pas kundër. Nuk i shkel sot për zyrtarë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, nuk shkelin zyrë. Ndryshe nga situata që ka që para 2 vitesh me sot. Është komplet ndryshe. Do të kuptojmë këtë gjë. Sot, Partia Demokratike shihet si një forcë
që nuk ka një eksponent ndërkombëtar që t'i thot këta non grata, hani bar, bëni këtë, nuk imponon imazh dhe nuk non demokratët jetën e tyre. Arritje e madhe të shikosh Sali Berishën në Gjermani tek CDU-ja te Friedrich Merz, është arritje e madhe ta shikosh në PPE tek Parlamenti Evropian ku të shpjegoj situatën. Tani çfarë duhet bëjnë? Ka një gjë, mos duan të vinë mbushin kutit ata. Çfarë duhet bëjnë më shumë? Jo, unë dua. Ata nuk mbushin kutit. Ata qëndrimin e tyre kanë dhënë, nuk janë përfshirë si shtatë në ardhin këtu në fushat, nuk shohim qëndrime politike publike të tyre, nuk i shohim gjithashtu qoftë do kishte edhe segmenta të caktuar, do të shikonim edhe në lëvizjen terren nuk janë. Bile sepse ka pas raste që në përzgjedhje shkonin dhe vëzhgonin qendra kutishe, shkonin në fshatra, jepnin mesazhe, nuk janë. Unë besoj që ata e kanë bërë zgjidhjen e tyre. I kanë thënë neve jemi prapa vi para roja skuadra para Rencer Spaku. Dhe a ka fatin Partia Demokratike që të vinë pushtet edhe kur këto aleat nuk janë, më thënë, të dukshëm? Këtë gjë vendos vetëm Sovrani dhe Sali Berisha. Pra është një marrëdhënie Sovrani me Sali Berishën, sepse deri dje shiko një artikulimet politike. Askush nuk thot për studiot e majt apo qëndrimet majtiste që thot Sali Berisha non grata, Sali Berisha Shtetet Bashkuara të Amerikës, sepse ka qenë fabulë e gjatë kjo. Fabul disa vjeçare që non grata Sali Berisha me vul zez, pa vul zez, macja zez, SBA, me vite, ndërkohë sot të gjithë e kanë qepur gojën. A të themi që tjetër? Jo, këtë e kam kështu. Domethënë, pse duhet ta marrëm këtë si mesazh për PD, ndërkohë që mund ta marr për gjithë opozitën shqiptare? Merë si përcaktuar ti. Pyetja ime është, a është partia ajo Washingtoni dhe Brukseli ata që kanë investuar dhe që të paktën zyrtarisht po flas kanë mbështetur Spakun? Po. A jemi dakord këtu të të cilin sot doktori po më tani më leta se mund deri ata. A jemi këtu dakord? Dakord jam. Që Spaku ka mbështetje totale nga Washingtoni dhe Brukseli zyrtar. Pa diskutim, sidomos. Po mirë tani, a nuk të duket paradoksale ty që atë pjellën e tyre e shan le të themi opozitari që kërkon të bëhet kryeministër? Të po them. Po tani pyetja ime është naive. Berisha nuk e di këtë histori? Nëse ka mbështetje në atyre, duhet mbështesë edhe. Po pra, kjo është ajo që. Po pra, dhe unë këtë nuk kuptoj tani. Amerika hedh para për Spakun, e mbron Spakun, ore këtë Spakun e keq. Që po them një herë tjetër. Aty ka njerëz vërtet që janë për në burg mor. Për në burg, jo më prokuror. Ta shpjegojmë ata thashë herën e kaluar ty unë atë historinë ka dalë me vendim gjykatës apelit të burr. Duhet marrë, domethënë për referencë çdo nxënës i juridikut në vitin e 5 ja sugjeroj që ta marrin vendimin e gjykatës apelit që flet për ngjarjen 21 prillit 2021 kur u vra Pierin Giovanni për mënyrën se si ka hetuar Alfred Sheu, sot prokurori i Spakut. Për mënyrën se si ka hetuar ai, se si e ka çuar çështjen në gjykatë dhe çfarë ka thënë gjykata e apelit. Gjykata e apelit ka thënë, domethënë, totalisht të kundërt asaj që ka thënë prokuroria. Dhe ky zotëria është në sot është prokurori i Spakut. Ky zotëria sot mbylli dosjen e Olsi Ramës. E diti që ka dosjen e Olsi Ramës e ka mbyllur Alfred Sheu? Ai e ka pasur këtë dosje. Por, jo, nisem nga ajo që po diskutonim. Pra, Spaku dakord, i ka gjitha këto, por është në një farë mënyrë instrumenti atyre. Sigurisht, pra, dhe unë këtë po them, duke qenë instrumenti tyre, pavarësisht është një tjetër që ne mund mos bien dakord për njerëz të posatë aty, po Spaku si institucion është pjellë e Washingtonit dhe Brukselit. Ajo të cilën ty nuk të konvenjon dhe ti thua pse po e bën, nuk e kupton pse po e bën. Duket mbështetja pra. Goditja e Veliajt fjala vjen Almer, goditja e Veliajt. Nuk goditja e Veliajt nuk ka. Dakord me ty jam, por u lexua fillimisht, pavarësisht se është dhe ky interpret, u lexua fillimisht si një goditje e Spakut për të rrethuar që u pasi bëj një pyetje. Po. Pse nuk u arrestuar Erion Veliaj po ja fut kotun në 10 tetor? Kur akoma në Shtetet Bashkuara të Amerikës ishte administrata Biden. Dhe Nancy Pelosi atje. Pse nuk u arrestua atëherë? Po, që iku madje vajti me tani di duhet të kuptoj. Këtë kjo del edhe nga përgjimet e Erion Velia që i thoshte ajonës mos shkon në ambasadë amerikane se është administrat tjetër. Do vi Alex sa është administrat krejt tjetër aty, tani nuk ngjon njerëj. Ja pra edhe kjo e verifikon këtë gjë.
Erion Velia nuk është arrestuar, domethënë, sepse kanë erdhën ata amerikanë apo se u hap rruga, Edi Rama e lëshoi dhe ai vajti aty ku është sot. Fakti që erdhi një administrat tjetër, prandaj po them unë që mund të merret dhe kjo, po mund të merret dhe fakti që erdhi një administrat tjetër i jep një goditje mazhorancës, në mënyrë që mazhoranca të batohet në kuptimin elektoral të fjalës. Po nuk e bën. Po nuk e bën, pra unë këtë po them ty, sepse në momenti kur Sali Berisha i del kundra pjellës së tyre, mua nuk më bën sens që ata pastaj ta mbrojnë. Unë mendoj që Erion Veliaj, më shumë se një arrestim i ndikimeve politike të Shtetet Bashkuara të Amerikës apo të grupimeve që janë atje, unë mendoj që është një arrestim i vakumit politik që krijoi hapësira e lënë midis ndryshimit të administratave. Pra është arrestuar në muajin shkurt. Në 10 janar u ndryshua. 23 janar. 3 janar u ndryshua administrata, ai u arrestuar në shkurt. 23 janar u ndryshua administrata, 24 janar është quar shkresa e Spakut për në gjykat për arrestimin e Erion Velia dhe i ka mbajtur Erion Bani deri në datën 9 shkurt të pasbardhur. Pra, unë mendoj që Veliaj nuk është, aty ka disa qasje, disa mendojnë që është ndikim i amerikanëve, disa ndikim i Ramës. Unë të këto janë të gjitha komplekse, por u përdor kjo lloj situate kur në Amerikë po bëhej ndryshimi i zyrave, i perdeve, i karrikeve, i njerëzve, të tjerë disa po dilnin, të tjerë po hynin, dhe u gjet kjo hapësira ku askush se kishte mendje nga Shqipëria dhe ndodhi arrestimi i Erion Veliajit. Po shkon kundër asaj që the ti, pra kundër asaj që ka mbështetje më të madhe ndërkombëtare. Ku e ka ndërkohë që nisem nga fjalët që thot avokati, ëh? Për kë ke fjalën që ka mbështetje ndërkombëtare? Spaku është instrumenti i Washingtonit edhe Brukselit. Ka një gjë, duhet të kuptojmë dhe kemi thënë i vetmi instrument politik që kanë dorë ata nuk po e ndihmon opozitën në këtë histori. Tani do t'jap një lajm oret. Spaku do kishte deri në zgjedhje do kishte 6-7 goditje të fuqishme. Ministra dhe rang ministrësh, se janë firmosur mbi 4-5 urdhra arreste, të cilat janë tërhequr sepse amerikanët që erdhën të rinj, ata këshilltarët e Obdatit që erdhën, ikën ata të administratës shkuar erdhën të rinj para disa javësh, këta kanë këshilluar Dumanin që mos të bëhen këto arrestime para zgjedhjeve, sepse do shihet si ndërhyrje në zgjedhje. Dhe i është dhënë orientimi që fokusi të jetë vetëm te krimi elektoral. Pra, Belinda Ballukur mos arresto për tunelin e Llogaras, por arrestoje në qoftë se ekziston mundësia dhe fakti për një krim zgjedhor që do të bëjë tani në qarkun e Fierit. Sepse me këtë lloj procedure të krimit, të abuzimit me pushtetin, do të kemi hesapet pas zgjedhjeve. Pra, po thua që Spaku tani është i gjiti në shërbim të krimit të situatës zgjedhore. Pra, Spaku nuk do bëj asnjë lloj veprimi në përdosjet e famshme që janë të njohura, që neve kemi diskutuar këtu për prej një viti. Spaku ka marrë këtë orientim. Unë mendoj që nëse nuk do vinte orientim. Dhe ky thua ti lexohet si mbështetje ndërkombëtarëve për PD-n. Fakti që Spak po investohet për të garantuar zgjedhje të lira dhe të ndershme. Patjetër që ndërkombëtarët janë duke dhënë, unë ta shpjegova edhe 3 fjalim më herët, edhe 2 minuta më herët, që nuk do vinë amerikanët të mbushin kutit. Nuk do vinë amerikanët i thonë Klevis Balliut mos bëhet o video idiote. E kupton? Amerikanët atë që kanë për të bërë e bëjnë. Kupton? Pra duhet të themi një gjë që amerikanët po ja pastrojnë terrenin. Bandat kriminale po ja pastrojnë. Agjendat e BKH-s janë terren. Këto janë akte thua ti që çfarë duhet bëjmë më shumë, çfarë duhet bëjmë më shumë? Janë akte të pastra që amerikanët të paktën po i garantojnë Sali Berishës një gar fair, një terren të pastër. Çfarë duhet themi ne më shumë? Ndërkohë që shiko, a janë mjaftueshëm me këto? Unë mendoj që gjithmonë gomari nga balta e nxjerrë Zoti. Partia Demokratike duhet të vazhdojë punën, të bëjë punën dhe të thotë shqiptarëve që neve jemi këtu me alternativën tonë, me programin që ka. Partisë Demokratike është vjedhur rezultatin. Janë duke bërë, ndërkohë që nuk do të ndodhë më kjo çështje. U kërcënua do shpallë organizat kriminale në organizat terroriste. Duhet kuptojmë një gjë. Këto lloj ngarkesash, këto lloj artillerie, këto lloj baterie, sulmesh, Partia Demokratike nuk e ka më përballë. Nuk qëndrojnë më garnizone përballë Selis, të cilët e mbajnë qitje dhe gatishmëri se kë do sulmojnë sot. E ka fushën e lirë. Sot është Partia Demokratike dhe shqiptarët. Po thua se kjo deklaratë e fortë ka një gjë, e ka fushën e lirë për të vepruar pastër
nga sulmet ndërkombëtare, por ka një problem të brendshëm. Fushën e lirë nga bandat dhe patronazhistët e blerjes votës. E ka apo jo, nuk e ka. Sepse sot në qarqe caktuara ka ende grupe të cilat në listën e Partisë Socialiste kanë elementet e tyre. Këtë gjë nuk e faktojmë dot, por thjesht e kemi perceptim dhe ajo çka na vin sinjale nga terreni. Për shembull, Elbasani dihet qartë se po lubohet për një deputete të caktuar, për një vajzë që është afër me një grupi të caktuar. Pra, duket që ka një lloj përfshirje përsëri të grupeve, por jo siç ka ndodhur kur ishim me tavlan ballën që lëvizim me armë brez. E kupton? Sot është më sofistikuar. Sot janë përfshirë, më thënë, bëjnë fushatën jo kaq ballore, bëjnë një fushatë më të tërhequr. Edhe kjo është një lloj merite. Tërheqja jep mundësi PD-s, më thon vërtetën. Neve nuk mund ta nxjerrim, tipu Kombull që ta nxjerrim ne fituese nga kjo studio, nuk e nxjerrim ne. Jo, jep. Ora, unë dua të kuptoj këtë. Po mundohen ndërkombëtarët të krijojnë kushte në këtë vend për zgjedhje të lira të ndeshme, sepse nëse kjo po ndodh, unë them që ata janë pro rotacionit. Pse? Sepse unë besoj që nëse qytetarët lejohen të votojnë të lirë, besoj që që ndërkombëtarët janë pro rotacionit, e keme mesazhin e qartë që i ka ardhur Edi Ramës në telefon, që Edi Rama nuk e bën publike. Hajde bëjmë një pyetje publike Edi Ramës tani dhe t'i themi siç ja bëri Sali Berishës dikur. E kalon dot që anin Edi Rama sot? Unë nuk them që Edi Rama është në ngrata, por është i pa preferuar zotëri në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Edi Rama tani po lobon fort përmjet Melonit, po përdor këtë linjën si quhet ilegale që përdorte dikur skafet, pra ai po hipet skafit për përdor Vlorë Brindisi me skaf për shkuar në Washington, sepse nuk ka linjë zyrtare, nuk ka një bilet, një ftesë zyrtare të Edi Ramës të takohet. Dhe kjo duket që ja bën është më se kuptueshme. Pra askush në Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk ka një simpati të veçantë për Edi Ramën. Në fakt pati foli për surprizë Rama. Edi Rama mund ta bëj surprizën më, thash sepse i përdor të gjitha mekanizmat, dhe në fund fare shet. Ka një gjë, Edi Rama është nga ato njerëz pragmatistë në politik që deklaron 3 besime fetare, deklaron dhe 3 origjina. Ktu kuptohet kush është ky njeri. Ky mund thotë nesër që un kam pas gjyshin grek, por gjyshja ime ka pas i lidhur në Itali këtu, ka qenë Sicili. Ka një gjë, ky përdor, më thënë, bën pak dhe me djallin, për interesat ngushta politik. Dhe nuk është çudi që Edi Rama nesër të shkojë në Washington, po jo, por unë do të them që në Washington nuk e duan. Në Washington, askush në Washington nuk ngre telefonin dhe i bie Edi Ramës. Ndërkohë që Edi Rama mund të shkojë aty, si rasti me Gonigalit, mund të përdorë me Gonigalit të tjerë për të arritur. Ka një gjë, Kushneri sot nuk është asgjë kundi, do të themi njerëz kush është Kushneri, edhe ndër Trumpit, nuk është asgjë kundi në administratën e re. Edhe Grenelli nuk është asgjë kundi në administratën e re. Nuk kanë në një pozicion të rëndësishëm që mund të merren në konsiderat apo të shihen si potencial që mund të lobojnë pro Ramës apo kundër Ramës. Pra nuk e kanë ndikimin pothuajse inekzistent apo pothuajse zero. Dhe sot Edi Rama, duhet thënë me zë të plot, nuk është partneri strategjik i SBA-s, sepse ata nuk kanë bërë një qasje publike të tilla, ata nuk kanë bajtur një qendrim publik, sepse deri sot nuk i duhet Shqipëria. Ne diskutojmë nga kjo studio këtu në Tiranë, ndërkohë që Trumpi është duke luajtur se sa do jetë tarifa e luftës ekonomike me Kinën. Ndërkohë që Amerika është duke bërë sondazhe, a jeni pro apo kundër politikave të Trumpit sot me ekonominë? Ratimi i tyre sot unë ta them me bindje, po deshe ta verifikojmë, unë them që në zyrën, atë zyrën e vogël që është më e vogël se studio, që jemi ne këtu, sepse të vogël ishte zyrën edhe përfaqësuesi zyrtar, i cili doli në foto. Pra, unë mendoj që në zyrën që punon për rajonin, për Ballkanin, nuk ka përfaqësues sot për Shqipërinë. Nuk ka. Sepse do dishte dikush që do ta bënte një lëvizje. A ke dëgjuar ti gjatë kësaj periudhe që të vi dikush thotë që po vjen ndihmsi, ai brigadieri që kujdeset për Shqipërinë? Kolin Shahin është. Po pra, nuk ka. Ore, ka një deklaratë që flasin për Shqipërinë? Po. Nuk ka pra, janë heshtje. Avokat, në i koment të fundit? Dy gjëra të vogla. E para një kjo puna domethënë e heshtjes që thotë Almiri është më së vërtetë, domethënë se këtu e ke parë që e kanë lënë pa ambasador. Dhe po të kishin një qasje apo një dëshirë të madhe, ose në qoftë unë besoj se kanë një projekt prandaj e lënë kështu, do ta kishin bërë sepse ja ku e ke Serbinë, Beogradin,
e ndryshuar në ambasadorin. Direkt, e sollën ambasadorin. Po patë telefonat direkte Trumpit me Vučićin më zotëri. Unë po flas për gjë tjetër, po flas një këtu më të votë. Sa e ngushtë, po bra. E shikon si braktisi avokati, këtë po thotë. Unë po them këtu, unë po them te kjo e jona, iku ju rikim këtu. Tani ka dy gjëra, o s'na kanë fare në kandar, hiç Në ne, ose unë besoj këtë skenarin e dytë që çdo gjë do ndodhi pas zgjedhjeve. Për të parë se si do shkojnë këtu. Ambasadori i ri vjen në janarin e 2026-s. Po pra, me gjithë procedurën. Tani hiqu kësaj pjese. Një gjë kisha për të thënë dhe duhet që ta mbyll. Këtë e kam më tepër domethënë edhe për shkak të letimit të emisionit që zgjodhe. Përgjithsisht në këto 34 vite, mandati i parë i çdo qeverie, e djatha po e majt, ka qenë një mandat reformator. Nuk po lidhemi shumë, mandati 2005-2009 i Berishës ka qenë vërtet një mandat reformator. Reforma, do bëjmë kështu, dhe përgjithsisht kanë qenë qeverisje të mira. Edhe mandati për shembull i Edi Ramës 2013-2017 konsiderohet një mandat reformator, reform këtu në industri, reform në elektrike, OSHE-ja, reform drejtësi, reform territoriale. Pra ka qenë një mandat reformator përgjithsisht. Përgjithsisht mandati i dytë, ka qenë një mandat i korrupsionit. Domethënë veprat më të mëdha korruptive përgjithsisht kanë shpërthyer ose kanë ndodhur në mandatin e dytë. Shikoje 96-97, shikoje 2001-2005 të PS-s, shikoje 2017-2021 e PS-s. Me Goni Gallin? Okej. Përgjithsisht mandati i tretë që se ka pas asnjë qeveri, domethënë asnjë kështu përveç PS-s në Shqipëri po flas, ka qenë ai mandat që ka vullosur dështimin, në kuptimin e mirë fill të fjalës. Dhe tu jemi përpara një dështimi total të Edi Ramës. Nuk duan ta kuptojnë është problemi i madh i njerëzve. Dhe ajo që mua më bën domethënë të dyshoj më, po të them domethënë që ne vërtet kemi një popull idiot. Jo, tani te populli avokatit një popull i cili me bindje të plot shkon te kutia e votimit dhe shkon dhe hedh me bindje, sa ata nuk